Dhe pastaj kur vinte pjesa që çfarë është në Aruba në 2019, pastaj në Monaco në 2021, pastaj në Mallorca dhe me radhë, dhe ti gjen sot në resorte të ngritura në Bregdetin shqiptar, atëherë s'ke nevojë më për provë. Prova është ai resort që duket nga ardha. Ka që thjesht, çfarë prove kërkon më? Këta po flasin për këtë resortin. A është ngritur ky resorti mbrapa? A është ndërtuar? Po ka mbaruar filmi. Pra, kjo është zbatuar. Si është ndërtuar resorti? Mbas leve që i ka miratuar qeveria shqiptare. Bile madje për ndërtimet është eksklusiviteti i kryeministit. Po kaluan mbi 94, firmos vetëm. Pra, çdo gjë, infrastruktura që të ndërtoheshin paratë, do të ata mund ta tregtonin drogën, tregtonin sot, kokainën. Por nëse ti si shtet ja u bën të pamundur atyre të hyjnë, do të çojnë vende të tjera, po jo nuk të rrezikojnë ty. Dhe fakti që ata arritën në Shqipëri, të ishin kaq determinues, kaq të rëndësishëm për ekonominë shqiptare, sa se ne nuk shpjegojmë dot. Kur është bërë takimi në Aruba, sa ka qenë euro në Shqipëri? Ka qenë 1320. Pra 1 euro shkëmbej 1320 lekë. Sa është euro sot se pash para se të në emision? Është 94 sot. 94. Pa, edhe ne nuk shpjegonim dot si shkoi euro grop. Ja po si shkoi euro grop? E ka ul rreth 30% takimi Arubës euro. Që nga aty ka filluar një disheze madhe, dhe unë po them vetëm në vitin 23, me të lëravën tjera, vetëm në vitin 2023, jashtë sistemit bankar, në pikat e kalimit, në pikat e këmbimit valutor në Shqipëri, janë këmbyer 12 miliard euro. Të kuptosh pse euro, sado që mundohet banka qendrore të blejë në trege të ndryshme treg, pse euro është aty ku është.